dëgjon 4 orë gjysmë një gënjeshtar, e kupton, i cili 50% dëshmisë nuk e mbante mend, edhe 50% i referoi mediave, po jo konkretisht e cilat. Edhe ky është një problem shumë i madh. E pat, u konstatua gjyqësisht që kallëzuesi dhe dëshmitari Taulant Balla nuk dinte çfarë akuzash kishte bërë në kallëzim. Thoshte korrupsion ndërkohë që ka bërë kallëzimin për shpërdorim detyre. Ju e pat që vet akuza kundërshtoi një pjesë të dëshmisë së tij. Pra, shikoni, kjo është prandaj ne kemi thënë se është çështje pa fakt penal, edhe një çështje e sajuar, edhe unë sot mas gjithë dëshmisë kam dyshime shumë të forta që jo vetëm që ka konsumuar elementet e kallëzimit të rrem, dëshmitari, por ajo do dhe një çik hetim sepse bën vakiqe edhe mos e ketë bërë vetë kallëzimin. Tani ne e pyetëm zotin Maltezi dhe pikërisht kjo ishte pyetja, duke qenë si u pretendoni që ka gënyer. A do ta kallëzoni sërish Taulant Ballën? Po shikoni, Taulant Balla është kallëzuar një herë dhe përgjigjja nuk është kthyer, nuk i kanë hyrë themelit, kanë thënë që nuk ka mbaruar çështja. Sot është një situatë tjetër, po ju shikoni, ka vërtetoi vetë Spaku. Spaku kundërshtoi një pjesë dëshmisë tij. Pra, ai nuk i qëndroi as atyre thënieve që ka thënë Spak. Dhe ky Spak që merr një kallëzim me shpërdorim detyre dhe kalon në korrupsion. Kundërshtoi një element për një lidhje me një studio, po nuk ka rëndësi, shiko. Pyetjet e Spakut si do duken sot? Po shiko, Spaku e mori ditën e punës sot. Kështu që proceset janë kthyer në ditë pune zoti Gjokutaj? Po patjetër në ditë pune sepse po ja pra kjo është super çështja dhe ata po nuk kanë çfarë pyetje të bënin. 2 pyetje bëri prokuroria, edhe një pyetje në fund që deshit gjykata nuk e lejoi sepse nuk kishte lidhje me çështjen dhe me akuzën. Pra, shiko, si pari i një procesi fals do kishte këtë fytyrë edhe këtë tablo. Çfarë doni të kuptoni ju zoti Gjokutaj kur e pyetët dëshmitarin Balla se kishte vënë apo jo në Biri Ramën për kallëzimin? Jo, sepse sigurisht të bësh kallëzim për një çështje të tillë, ku edhe zoti Rama ka qenë involvuar, në këtë çështje, bile ai ka paraprirë me akte konkrete që ka firmosur, ndërkohë që Taulanti na rezulton më me reakci për pronën publike dhe për në kundërshtimin tuaj Taulant Balla i bëri puç Edi Ramës. Nuk e di ti këtë bërë puç, problemi është Tani na e sqarose, nëse Rama ka qenë involvuar dhe Taulanti ka bërë mos u nxef, Klodi. Nuk po nxefen për pyetje. Ashtu. Klodi, tashi ju do të japni këshill që vriteni dhe ju nga një çik mendjen, jo të gjitha do ja japim neve gati. Po tani keni mundësinë për bërë transparencë zoti Gjokutaj. Edhe një vrejtje kam që kishte shumë gazetar fillim dhe në fund ngelen sepse kishim një atëherë nëse na referosh një pjesë ne zoti Gjokutaj, ja po e sqaroj, dolëm sepse kishte një antar të Partisë Socialiste në Spak zoti Gjokutaj dhe u konsideruat ajo shumë e rëndësishme. Një ministre aktuale dhe besoj që ju e kuptoni këtë gjën. Megjithatë të përshkuar tek zoti Rama, besoni që do ditë edhe të përballet a do përballet sipas jush, a do vijë Edi Rama të përballet me Sali Berishën? Po ky është një vendim gjykate, Klodi, nuk ngelet opinionit tim. Ne kemi kërkuar, ata e pranuan, tashi unë mendoj që Edi Rama nuk ka luajtur mend që mos vinë gjykatë. Është një skandal enorm, do thotë një skandal shumë i madh, ndërkohë që ai duhet të vijë sepse ka detyrim ligjor, pra shikoni, nuk është në diskrecionin e tij të vijë mos të vijë etj etj. Zoti Gjokutaj, çfarë të keqe ka që paktën zoti Balla disa herë u referua që kishte marrë shtysë dhe nga shqiptarët Vikom që kishte bërë investigim. A nuk duhet nisin hetime edhe kur bëhet një investigim në media? Absolutisht, media është një nga burimet më të fuqishme, por problemi është që Taulanti mediave u hodhi topin në gjykat, ndërsa në kallëzim dhe në dëshmi, në deklarimin që ka bërë në Spak, nuk përmendet fare media si burim informacioni. Këtu është gjithë problemi që e kupton. Këta çton sot nuk thon nesër. Pse? Sepse çështja nuk ka fakt penal. Mund të flitet për gjithçka, po për thelbin jo. Faleminderit. Faleminderit juve.